Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e Radhës Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe transmetohet çdo javë edhe në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për të gjithë shikuesit tanë. Lavdim pa filluar me të ftuarin tonë të radhës, mos të harrojmë të falenderojmë sponsorët tanë të cilët janë brendi i njohur i makinave nga Korea KGM Sanyon Kosova, Pro Transport dhe Mucha Solar, ndërsa me neve sot i ftuar është ish futbollisti i junior kosovar, tani disa vite trajner Erdin Hashani. Erdin, mirë se vjen te Arena Yjeve. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Erdini është një prej mbrojtësve më të mirë mas luftës futbollin e Kosovës, domethënë ka luajtur për këtë ekipat e mëdha që janë në Kosovë. Ka bo karrierë edhe në Shqipëni, ndërsa ka pas fatin me bartë dhe panelën e kombëtarës Kosovës. Erdin, na e dim që te ke nisë te Beslidhja, një klub që mo nuk garon, po në ato vitet e 90-ta dhe në fillim mas luftës me nero ku një klub me emën, ka pas bajagi lojtarë të mirë që ka prodhu, si kujtojnë hapat e parë tu në futbollin e Kosovës. Është shumë interesant se duhet me cek se Beslidhen e kanë formu 3 dojtë e mi, domethënë që është Raifi, Remzio dhe Bastrio. Po ashtu edhe babi im ka luajtur te Beslidhja. Domethënë gjithçka ka lidh me Beslidhen, ose kisha më thonë unë jam rrit me klubin futbollistik Beslidhja, siç e the edhe ti më herët, për fat keq nuk ekziston, më nuk bën pjesë gara, sepse e the edhe më herët që ka qenë një klub me shumë lojtarë të mëdhaj, po unë kisha me cek ndërsa kur kam fillu me ushtru me Beslidhen ka qenë viti 1994. Mas kampionatit botëror që mojt në Amerikë, domethënë, edhe në qatë kohë ka qenë ajo hapat e parë që unë i ku marrë, po është shumë interesant sepse zakonisht janë lujt gjithmonë të shtunën. Edhe ka ndodhur shpesh herë që ne me pas mësim, domethënë, edhe ditëve të shtuna në atë kohë që ka qenë. Domethënë ne kam fjalën për para luftës, që mua më ka rroth thuja se 2 muaj ditë me ushtru, edhe asnjëherë s'ku mujt me debutu se gjithmonë ndeshjet, që domethënë ishin në ditën e shtunë që mbinte shkollë. Domethënë e kam filluar unë me pionerët e klubit futbollistik Beslidhja. Erdhen pe Beslidhës ke kalu te Keko dhe pastaj Beslidhja lun Super League mas luftën një vjet 2. Po, domethënë me moshën 17 vjeçare unë veç kom rri me lujt në Super League dhe domethënë në formacionin bazë të Beslidhjes. Edhe realisht sot nëse kur e menoj shpesh që atë farkohë ka qenë diçka një ëndër, sepse me 17 vjet sot unë shoh futbollistat e ri shumë më ndryshe, kanë ambicie se sa që ne që kishim. Për neve ka qenë shumë ëndër veç me ushtru me ekipën e parë, e le me lujt, me bë formacionin bazë. Ndërsa sot është diçka ndryshe, tek ta trit është pak më ndryshe, sepse nëse veç s'është kisha me thonë formacionin bazë, nuk e meraj si kisha me thonë një lloj krenarie, sepse po ushtron me ekipën e parë. Prej Beslidhjes ke kalu te Keko edhe pastaj hapin e madhe ke bo te Prishtina, ku je njëri prej transferimeve të para dhe shumë të rralla në Kosovë që ndodhen me dëmsh problem. Se kujton këtë kohë në këto 2 klube? Fillimisht me te Keko e pastaj te Prishtina. Është shumë interesant se unë jam prej Obiliqit, domethënë edhe pavarësisht që jam prej Obiliqit, domethënë karrierën e kam filluar te Beslidhja. Ka qenë një hap shumë i rëndësishëm, sepse në atë kohë veç Beslidhja filloi me probleme dhe kam shku në Kek. Po Keku në atë kohë garante në ligën e dytë, se ishte vetëm liga e parë dhe në ligën e dytë. Po kanë qenë një hap shumë interesant, kisha me thonë, sepse umëra për herë të parë, domethënë me udhëtu për një vend tjetër, sepse Beslidhja veç ka qenë e Prishtinës. Po e bënëm një ekipë, unë mendoj që me kohë ata për Keko në veç u bu një ekip, kisha me thonë, e madhe në atë kohë, domethënë ose konkurrente me këto skuadra që kishin tradit. Një hapi mirë, po që e the ti nështë hapi ma kryesor ka qenë nga skuadra e Keko te Prishtina. Po është shumë interesant që kjo pjesë isha shumë rahat te Keko. Edhe kur ishin Prishtina të interesum, më thonë mund nuk më bënte shumë përshtypje ajo kohë, sepse kur nihesh rahat e një klub, nuk është që të bën shumë përshtypje. Po kalimi, domethënë, unë as nuk u merrsha me pjesën e kalimit, sepse e kam kalu, kisha me thonë, ja 6 muaj para se me ardhte Prishtina kanë qenë
nështë një 6 muaj më të mirë, kisha me thonë ato thymja ati okullit, ndaljen si përfaqe imja si futbollist. Do të thonë ka qenë shumë interesant, po kur klubet edhe kurse harroj ishte Fadel Muriqi që më pyet, ishim në Prishtinë zakonisht në fund vit gjithmonë u lujta i futbolli i vogël, edhe merrshim pjesë edhe ne, edhe më thot ai interesum me art e Prishtina se ne të interesum. Thash unë interesum jam, po dhe më thonë kam kontratë te klubi futbollistik Keku, edhe nuk kam çka me bëu te kjo pjesë. Tha vetëm që to desha me ditë, dhe më thonë që ai je interesum se na për atë pjesën tjetër merrem me vesh, në atë kohë ka qenë trajner Errol Saliu, edhe unë kam diskutuar, më thonë te Keku, edhe kam diskutuar me to. Thash trajner çështu po më lyp, thash Prishtina, ç'a po thuti me bëu. Edhe këto kur si harroj sepse ishte një moment që tha për karrierën tonë ti duhesh me shku te Prishtina, pavarësisht që mu po më duhesh. Edhe ka qenë ai kalimi, edhe kur kam shku te Prishtina e kam pa që vërtet ai hap ja ka vlet. Pavarësisht se para se me shku, domethënë nuk është që më bënte përshtypje sepse isha shumë rahat te Keku, sepse i binte 5 vite isha pjesë e Kekut, edhe dyqysh mas 5 viteve me ndryshu që atë ambient është këgjasi i shtirë, po më në fund e parë që ja ka vlet ai ndryshim, ai hap, kisha me që e thatë edhe ju, ai hap i madh në karrierën time. Se kujton këtë kohën te Prishtina? Një kohë në ekip shumë e mirë, ka pas shumë lojtarë mirë në atë kohë. Është kur kam shku unë, domethënë i kishin gjithë futbollistat që mos i ceki ketë me emra, se kanë qenë Prishtina në atë kohë ka qenë shumë ndryshe se sa që është sot, sepse me qenë në atë kohë pjesë e Prishtinës është dashur, me qenë lojtari më i mirë në çat pozitë që ke lujt. Domethënë edhe sepse i kam mbledh në Prishtina në atë kohë, domethënë ajkën e futbollit kosovar gjithmonë. Edhe normalisht kur ki si futbollista në atë kohë që kanë qenë se s'po du prap me cek me emra se ndoshta dikan edhe harroj, po shumë interesant se deri sot e kemi na një statistikë që mbrojtja edhe portieri që akoma e mbajmë rekordin pa pësuar gol, kum harru son deshe, domethënë ishte portier Labenot Qosja, isha unë mbrojtje Arben Zheqi, u kon Mervan Hoxha, domethënë na kon kjo mbrojtje që kum harru son deshe, po tash një ditë e parë që akoma nuk e kishte thyr dikush atë rekord zi son deshe pa pësuar gol. Erden, domethënë Prishtina veç e tham që ka konfirmu si futbollist, e tani më vonë ka ardhur edhe kalimi në Shqipëri në një kohë ku pak futbollist Kosovës kanë luajtur kampionatin shqiptar. Fillimisht e ke fillu me Besën e Kavajës, pastaj edhe me Skënderbeun edhe Beslidhjen e Lezhës. Qysh e kujton këtë kohë në futbollin shqiptar dhe a ke po atë ndryshimin mes kampionateve? Na trego pak dallimin. Se për rruga dallimi u kon sigurt. Për rruga dallimi u kon i madh, po u kon kisha me thonë gjithçka shumë më ndryshe. Kur so kam qenë pjesë e Prishtinës, në atë kohë veç ishte Alban Dragusha pjesë e Besës Kavajës, edhe kisha me thonë ai ka qenë menaxheri i imi në atë kohë, sepse ne sot që kemi pas menaxhera siç kanë sot, domethënë ka qenë Ord Hasan Lika me na po ndeshjen me Prishtinën, realisht ord me po Arben Zheqin. Më thonë, po të njëjtën kohë Albani ka propozuar, ka thonë trener, mundesh me po edhe këtë futbollist, të më thonë për mu, edhe në atë kohë na kanë marrë të dyve, edhe mu edhe Arben Zheqin, të më thonë të dyve kemi qenë pjesë e Besës Kavajës, po shumë është interesant që ke pjesa sot që është e mirë për mu, po një në anë është edhe, kisha me thonë edhe anë tjetër e mërzitshme në këtë rast, sepse unë në kalimin tim në Besë Kavajës, unë në qatë kohë e kam humbë babi. Dhe më thonë, babi im ka vdekën mu në Dors. Dhe më thonë, ne ishim me Besën e Kavajës në përgatitje, sepse ishte koha e verës, dhe në Pogradec, edhe babi im, dhe më thonë, veç vjen, më viziton mu në Pogradec, pe atu i të kthejet, dhe më thonë, shkojmë për pushime në Dors. Edhe ka qenë një fazë shumë interesant, ose kisha me thonë e vështirë për mu, sepse unë hera e fundit që kam po ka qenë atu, sepse i thash unë e kishim ne edhe 7 ditë më duket me nejt Pogradec edhe mu kthy në Kavaj. Kavaja me Durrësin thuja si janë kapën edhe dhe më thonë, kur unë veç jem kthy, dhe më thonë baba im ka qenë kum, sepse ka pas sulm në tru, edhe ka qenë dëshira tina, dhe më thonë se di që kur unë e kom bo kontratën me Besën e Kavajës, kon një ndër për ta, edhe ka qenë dëshira tina që une
po ai mu të luaj domethënë për një ekip shqiptar siç ka qenë Besa e Kavojës. Kanë qenë ndoshta 6 muaj më të vështirë për si karrierën për si futbollist, se mos harrojmë se kam qenë unë vetëm 23 vjet, edhe thjesht pa prind, domethënë pa babën 23 vjet, që është një mbështetje shumë e madhe sot unë e shoh te futbollistat kur e ke prindin që të mbështet, domethënë unë kam qenë një fazë që unë në kohën kur është dash me mbështet më shumë ti mu, baba im unë nuk e kam pas. Domethënë ka qenë një faza shumë më e vështirë. Tani është kalimi i edhe mos harrojmë se në atë kohë kanë qenë te Besa e Kavojës shumë futbollistë, domethënë kur i më shkuane, po foli shumë sinqerisht, kam thonë pse më kanë marrë këta mua. Sepse ishte Andi Lila, ishte Arapi që ishin pjesë e kombëtarës, unë ishte ne ata. Edhe i shikoj atë gjë, domethënë ishte Alban Dragusha, ka qenë Ismet Munishi, Shpetim Babaj, domethënë ka qenë një sulmues Elokan që fortunat që ka qenë një ndër sulmues më të mirë në atë kohë në kampionatin shqiptar, edhe kur kam filluar stërvitjet, normalisht po them prap ka qenë përgatitja fizike ka qenë shumë e fortë se sa që ne e kemi bu, ka qenë pak një vështirësi edhe ai fillimi, po që kesh të thonë, kur dolan stërvitje, thash, që pse më kanë marrë mu këta, a vëden, dyqysh gjithaj futbolist, po realisht të ushtru, pavarësisht që aty në vështirësive, dhe më thonë, unë kam arrit me qenë edhe një mëdheqen e parë të formacionit, dhe më thonë, bashkë me qitë Andi Lilën, unë e luisha mbrojtësi djatë, Andi Lila lunte me sfushori djatë. Andi Lila, dhe më thonë, pozita naturala e ti ka qenë mbrojtësi djatë, po nështë është ai edhe faza që thash unë kam qenë me vështirësi, pastaj e përjetoj një lëndim që më mon shumë jashtë fushë, dikuj me muj, për shkak se unë në fazën përgatitur më ndaj 2 javë më, unë hisë s'kom bo stërvitje, sepse është dash më marrë me babin tim, po realisht s'kom prit që pe filloj startin e kampionatit 11 parë, po një gjë që ka ndodhur. Pastaj është ai kalimi im te Skënderbeu, unë se kom ditë se kam qenë kosovari i parë, ata më patën thonë se nuk e kisha ditë që kam qenë pjesë e skuadrës së Skënderbeut. Po pe Skënderbeut më andej që kam pritur me shku atje pak më në fund, janal, që është po se ka qenë rruga, po, domethënë ka qenë rruga shumë më vështirë, domethënë kemi kurse harroj, domethënë bënte 4 orë gjys Tiranë, Korçë rruga, sot një gjë e tillë nuk ndodh. Domethënë 4 orë ki Prishtinë Tiranë. Domethënë një kalim shumë interesant, domethënë nga mesi i Shqipërisë në jug, tani pe jugut në veri që është Beslidhja e Lezhës, edhe unë mendoj nga këto 3 skuadrat e më së miri që kam gjetë veten te Beslidhja e Lezhës. Ndoshta që në veri pak më afër neve, domethënë ajo nuk po diskutoj për mikpritje, po ajo ngrohtësia e Beslidhjes Lezhës, unë mendoj që ka qenë diçka shumë më ndryshe, gjë që sot akoma unë kam kontakte me njerëz nga Lezhë. Shumë të komentojnë tifozët e asaj anës e kepë dhe golla kundër të ekipeve të forta. Po ka qenë golla kundër Tiranës, domethënë edhe një fitore 1-0 kundër Tiranës, ka qenë shumë interesant. Kanë qenë domethënë atë kohë pjesë e Tiranës u kanë Hyka, Duro, Dede, domethënë ka qenë thuja si një reprezentacion i Shqipërisë mbrana Tiranës. Kthimi në Kosovë kthehesh edhe e ki fatin me lu përveç Prishtinës edhe për klubet e tjera të mëdha tona si Vllaznimi, Trepça dhe Drita. Unë të moj men se të servesh e me lu në Prishtinë këtu kundër Prishtinës gjithë lejtari ndeshjes është pas që luishe fort. Po të cila ke kalu më mirë kur dihet që këto 3 klube kanë tifozë të jashtëzakonshëm. Edhe se cila më e fortë se tjetra në periudat kur kalu, po. Erdine. Në shumë interesant se pavarësisht se kom pas oferta për klubeve tjera të njëjtën kohë, gjithmonë e kom shiku kush e ka tifozërinë më të mirë. Unë gjithmonë i kom jep përparësi aty në skuadrave. Edhe jam me fatën e po them që kom luajt te këto skuadrat mëdha në futbollin kosovar që i ceke, sepse nëse e shikojmë kush është top elita e tifozërisë, domethënë janë këto skuadrat e mëdha që i përmendën, domethënë është Prishtina me Plisat, është Drita me Intelektualet, është Trepça me Torcidën, është Vllaznimi me Kugjezinë dhe Jakubës, domethënë kanë qenë këto top tifozërit në atë kohë, edhe sot mendoj që unë kam qenë pjesë e këtyre. A kum kalu mirë, unë kum kalu mirë të gjitha këto, sepse unë gjithmonë pavarësisht që tha edhe Lovda që kundër kujt kum lujt, edhe nëse kum lujt kundër Prishtinës, unë kum jep maksimumin, sepse unë mendoj që është
profesionalizmi ai cili neve na bën të dallohemi nga tjerë, pavarësisht se nga cili vend je, është obligim ti që me jap maksimumin te ajo skuadër e cila e vesh atë fani. Ve ke vllai vet, ky kaluan me vllahun e vet bashkë. Ve kemi kështu lojën në Prishtinë dhe ky ose një herë pa tepër dhe gol. Edhe të quaj edhe të këthit ja boni ti vazhdo falni tha po vllai kam. E lujë për Trepçën atë ku ose vllaznin se dinjo me Trepçën edhe u kthim se këtë e njofshin domethënë edhe të spira ajo shoqënia beslidhe që ngon edhe quhet gëzohet edhe thot kthehet ti pas ja bon falni edhe po vllai kam thot edhe te vllau masi vjen përmene domethënë me to kemi lut bashk sikur pavarësisht që unë jam 2 vjet më i ri se ai, kemi luajt domethënë edhe te juniorët e Beslidhes bashk, edhe te ekipa e parë e Beslidhes bashk, po ashtu edhe te Keko. Me thonë realisht vllai im ka qenë shumë më i mirë se sa unë. Po fati ka ndodhur që ai më pas 2 herë 2 lëndime të rana, që në atë kohë kanë qenë shumë të rana që edhe sot janë domethënë kputja e ligamenteve, gjuri domethënë përveç që ka bën një operacion, mandej ka lënduar edhe tjetrin gjë që ka detyruar lëndimet me lëm futbollit. Sepse po të vazhdonte ai, unë mendoj që kishte më qenë sot kishim diskutuar për ato jo për mua. Erdhen përveç që të mojnë anë men që ke lunë skuadrat e mëdha, më është men edhe për një bishtalec që ke mojt për shumë vite. Nështë rreth 10 vjet dikun, aq të mojnë men unë. Ka ardhur ky inspirim, pasi ka qenë interesant se nuk ka qenë kështu bishtalec klasik, po më i holl. Shumë interesant sepse thashun kur kam filluar karrierën, ka qenë viti 94. Edhe në atë kohë ka qenë Roberto Baggio, lejtori mas shumë ti që më ka pëlqy. Ajo ka qenë ideja që unë me pas një bishtalec. Unë kam pas qef çdo gjona tjera me bu, për shembull me bu tatu, edhe me pas në e vëth që ka qenë në atë kohë shumë ndryshe, po për hatër të nonës, se nona em ti ka pas 2 gjona që unë s'kam dash me i bo, domethënë s'ka pas qef me pas tatu dhe vëth. Pavarësisht bishtaleci domethënë nuk i ka pengu, edhe kom moj që the edhe ti dikun 10 vite kom mojt, edhe ka qenë shumë nashta ma unik diçka dhe shpesh më pyetshin njerëzit kur më shishin a ka ndodhur ndonjë lojtar me të kap për bishti, apo i kam thonë jo se s'ka pas nevojë, apo po nashta ajo respekti që kam pas, kisha më thonë ka qenë ajo edhe pse në atë kohë lut futbolli shumë më i ashpër, po nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Edhe kanë qenë shumë interesante edhe kur e kom hekën ato ka qenë gjithmonë gjithçka me një farë prapavi, domethënë personi, koha, mosha, gjithçka ka qenë me kohë. Edhe mesaj nashta ka qenë ai momenti që është dorë që ato momente që mos luj me një bisht. Dhe njerëzit më thëshin mos ka me qenë sikur samuraj kur ja hek një shpat ose diçka s'ki me pas atë fuqinë. Tash ajo kjo s'është. Te drita gati vitet e fundit të karrierës të moj men që tifost kam pas shumë respekt për ty, tifost e dritës edhe me një finale me Prishtinën, dilën e përsi edhe hupni 2-1 mos ka bofsha. A është pengu më i madh që nuk e keni trofe me dritën, edhe pse pati zhvilloni ndeshje shumë të mirë kryeqytet në finale? Është pengu më i madh për shkak se mënyrën si ata tifoza din me organizu, se din me festu, nështë që ka qenë pengu më i madh. Por shumë interesant për dallim për gjithë futbollistave tjerë, se lovët e mon men atë ku nuk është që ne kemi marrë shumë pare që paguën sot. Dhe më thonë, unë kam heq 2 herë dorë për dritën, dhe më thonë, unë materiale e kam lënë anash, dhe më thonë, ka qenë dëshira më e madhe se sa ona materiale. Gjo që asnjë futbollist sot deri sot te drita nuk e ka bu. Dhe më thonë, është për shkak hatri i atyneve, tifozve, dhe më thonë që e theti edhe kam pas respekt, edhe kom dosht mja u kthy atë respektin. Gjo që shpesh menojshin njerëzit që unë jam prej Gjilonit. Dhe më thonë, këtë shumica nga qytetet tjera kanë menu që unë jam i Gjilonit, për shkak se nështë që jam di mas mirë si pjesë e dritës që e kom jep kontributin gjo që e kam vlerësu, kurse harrojnë me një moment kur jem larguar nga Hivalia, edhe ka pas në Hivalia në atë ku ka qenë top ekip, domethënë me lojtar shumë më dhaj, edhe kur i kam thonë po shkoj te drita, edhe gjithë më thëshin qysh po shkon te drita pi lën këto pare këtu, edhe po shkon atje për më pak pare. Thësha se në mënyrën që ishte hera e 2 që ktheva, se mu ka ndodhur 3 herë më kthy te drita, ishte hera e 2 që ktheva, thash sepse mënyrën që ata trajtojnë, ishte puna e derbit në atë kohë që ishte ndeshja kryesore e vitit, domethënë,
e nisha veten gjatë që i thësha, ju s'keni lujtën te drita për me ditë çat atmosferë që është. Masi e kam sot hala ka shumë futbollista që kanë qenë pjesë e dritës, edhe krenohen me çat pjesë. A unë ja u kisha thonë shumë më herët. Masi e veç e përmenëm Lavd Hajvalin, e përmen edhe vetë që u kon një klub me shumë myje në atë kohë dhe domethënë keni qenë afër edhe fitimit titullit edhe fitimit kupës. Çu kujton pak këtë kohën me Hajvalin? është shumë interesant nështë këto dyja që ne i kemi humb, ka qenë nështë ai fati pak, po dhe ajo tradita e në futbollin kosovar, sepse Hajvalia nuk është që ka pas shumë tradit. Duno me falendëru Medën, sepse u kon ai cili i ka nejt ati klubit mrapa dhe pse ka mri Hajvalia aty, ka qenë Meda dhe ka qenë një bashkë pronarit i në Ragipi, domethënë kanë jep shumë ata në atë kohë që Hajvalia me mri në ato suksese, kësha më thonë, edhe në ato nivele. Po ai fati në mënej edhe ajo nështë edhe ajo pak eksperienca si klub kanë bo që në momentin e fundit na ka ikë edhe titulli edhe Kupa e Kosovës. Në fund, mbyllja karrierës të Ferizaja, ke prit që keme mbyll në Ferizaj? Lavd e theti cili ka qenë pengu, po unë për ta thëmë shumë sinqerisht, pengu im ka qenë me mbyll karrierën të drita edhe jo të Ferizaj. Po mënyrën që është rrjedhen gjonat edhe që është u bënën, që është u kriju një farë politike të klubi, mu më dasht, mu largu. Nuk ishte esenca e onës financiare, se thashtë më herët për dritën kom lëshu 3 herë, kom lëshu 2 herë në fakt, nuk e kom këshyru onën financiare, po edhe tretën dhe thonë veç me qenë pjesë e dritës. Unë e di që një herë se nuk është, asë një herë nuk e kom përmenë për asë një emision ose diçka, unë lirien e prezrenit e kom të rathu për shkak dritës. Kom thonë drita në atë kozë të dinte se kush për merë, edhe unë veç një si lejtor është dosh me morë me shku me nëj klub, dhe më thonë unë kom shku në lirin e prezrenit. Pavarësisht, mas një mujdite, drita organizu, unë një farforme e kom të rathu lirin e prezrenit për shkak dritës. Edhe pse kom bo marrëveshje gjitha, do më thonë, jum kthy te drita. Edhe në fund kur e sheti që gjitha i ke bo, edhe ajo politika që është sill mrena, e do individëve, s'po thonë me krebe. Është kjo periudha kur vinë në kryet klubit këta që janë aktualisht edhe... Po kur vinë këta që janë aktualisht, do më thonë, prap unë kthejem, prap edhe për këto heqje onën financiare nuk i shikoj, do më thonë, prap kthejem te drita. Po mënyrën për me vazhdu mandej, unë aty janë dhe individ në ashta që për shkak të atyre, unë nuk kom mujt me vazhdu. Do më thonë, kjo është pengu jem maj madh, se unë kom dosht me mbyll karrierën te drita, edhe është shumë interesant që deri sot asnjë futbollist nuk e ka paralemru që ka me mbyll karrierën. Tash po duam na më bu pak modeste në një farë me livdu veten, kam qenë i vetmi futbollist deri sot që mas lufte e ka përfundu karrierën, ka paralemru 3 muaj ditë më herët jam unë, do të thonë te Ferizoj, edhe kur sa harroj. Ishim ne në ligën e parë për me hinë Super League, me profesorin Bilbyl, edhe i shkojën në Zyre, unë veç e kisha marrë vendimin, do të thonë, edhe i shkojën në Zyre, unë tash profesor kom me fol, thosh diçka me ty. Unë në thardin, tash profesor unë e kom do menën, tash që duna me lon futbolin. Tha pse, tash sa më len mu futbolli, tash ma mirë për lone, se tash ka me orë një ko që unë më len mu futbolli, sepse s'ku me mujtën e ma shumë. Jo, tha ti, mënyrën që është po ushtron, tha është herë, tash unë tha s'të kisha thonë, edhe tha s'po duas me diskutu këtë farë pjesë. Në qështë ma boni me dije, sigur mos e menat farë pjesë. Tash profesor unë e vish po të regoj që unë e ku marë vendimin, thash po ti me nësë qysh dush, edhe i ndolë në pezyrës, ka qenë ndeshja e fundit e barozhit mes Ferizojt edhe Vllaznimit, dhe më thonë, ne ishim për me hinë Super League, Vllaznimi për me mbet në Super League, edhe e ndeshje fitojmë me penalti, po ka qenë një ndeshje me shumë emocione, sepse desha që është ndeshja e fundit, po është nga njerë fati edhe të për cilë, sepse kam lujtë që kemë zhvillu një ndeshje shumë mirë, gjatë që edhe e bënëm me fitore është një përmbyllje e karrierës në mënyrën kësha thonë ma të mirë të mundshme. Prapë e thashën e sepse kanë ndodhë shumë futbollista e kanë lonë ma vonë futbollin, ose futbolli i ka lonë ata, ose treneri ka thonë s'po mundesh ma, kështu që unë kom dosht
mënyrën më të mirë me lëmë thonë është ndeshja ime e fundit Nivelin pavarësisht se nuk e kam ditë a kemi me hi apo jo, po është mbyll në mënyrën më të mirë të mundshme. Erdin gjatë kësaj karrierës që veç e potencuam gati në secilin klub, po edhe si kundërshtar ke pas shumë sulmues të fortë. A mundesh me na veçu ai sulmues që ke cilësu si kundërshtarin më të fortë, që me thonë kështu në thujza sa ardh ka ra me luje tut kundër tina ose ke pas një varë ke thonë asot ko me përgadit në fortë Luftë. Ka pas shumë futbollista, po normalisht që the ti nëse se ke marrë seriozisht është shumë interesant kjo puna e mbrojtësit me sulmuesin, nëse se merr shumë seriozisht prej fillimit, atëherë ka me të bëjë probleme gjatë gjithë lojës. Edhe normalisht sot për shembull i kemi shumë më ndryshe analiza se sa që i kemi pas më herët, domethënë është dashur këshyr. Cila kanë qenë lejtar me lejtar. Po, lejtar me lejtar, po është dashur me shkuti me po ndeshjen se cila është koma më e mirë tina, cila është kush më i fortë, është më i shpejt. Domethënë çto kanë qenë ato pikat e forta mja gjetni ose ka pas sulmues që nuk e ka duru lojën e fortë tash për vaj halli vrata. Minutën e tretë, bam, vaj halli vrata sulmues që veç e kanë pas kanë qenë kisha me thonë frigacak, po është pjesë e lojës kjo. Domethënë nëse ti nuk don me pas probleme, dush nëse ke ditë që është pak frigacak, është dosh me lut fort. S'po du me cek kështu me emra sepse në atë kohë ka pas shumë futbollista të mirë, sepse thuja se te secili tash kum pranu gol, sado që përmena njëonin, thotë u pshem të kam shumë gol. Kështu kon kisha me thonë kohën për kohën unë kum që kum lujtë në kona e Shpetim Hasanit të dritës, sepse nështë ka qenë njërin dhe kisha me thonë sulmues ma të kompletum, dhe më thonë ka pas shpejtësi, teknik, najri fort, dhe më thonë dueli fort, kisha me vequ ato në atë kohë. Nështë është edhe pse unë kam qenë fillimit karierës, edhe ka qenë edhe ajë, nështë pak më ndryshe. A për ka fundi, nuk kisha me thonë, sepse kam ditë për se cilin sa mundet. Nështë të pjesa e Shqipnis, kisha me thonë, ka qenë Devi Muka, edhe Hyka po ashtu, dhe më thonë edhe dure që kanë qenë që të kanë bërë non-stop probleme, dhe më thonë nëse ti si e fokusu, dhe më thonë ka qenë shumë problem për boll tyne. Ke lujt me shumë lojtar, baja gjithë ka ra të fort me konë tandem bashkë mbrojtje, po me cilin e një mas mirë. Lodhë këto, po besoj e din gjithë, ata që së më kam po është Alban Dragusha, Albanin e kam shokin më ngusht, ka qenë në 6 skuadrat ne kemi lujt bashkë pe fillimit karrierës, dhe më thonë pe i viti 2002 kur kemi qenë pjesë e Kekut, dhe më thonë pe atëshit bashku edhe sot të kësaj dite, dhe më thonë Albanin e kam shokin më ngusht. Edhe është shumë interesante puna e dy që në mbrojtësave, nëse vish njihen mirë, e kanë shumë ma letë, sepse si dy persona me mendime punojnë sikur një, dhe më thonë është shumë interesante. Realisht me Albanin gjithmonë jemi marrë vesh me sy, ose kur kemi pas probleme në sulmues, gjithmonë njëri shkoj njëri më fort apo tjetri, dhe më thonë e bëshin njëri e lyke policin, njëri atë personin e keq, dhe më thonë dyt po është Albani, dhe më thonë që është ai tandemi, edhe sot e kësaj dite thashë kam edhe shokin më të mirë, po edhe thashë kam edhe kundërshtare. Ta kallëzoj se kem me këshyr edhe do takum stadion të lamërtore, Lyke Prishtina Arej me Voshtren. Edhe krejtën lojt, tha këshërbe, tha që ka bo tha Rami Sadiko, tha se dosti jam vashtë ato. Kurse jam pjesë e klubit, normalisht që jam e mbështesi Albani, shka se thash dhe më herë, thash është shoki jam më i ngushti. Erdin, dhe më thonë, karriera jot e suksesshme të shumë klube si në Kosovë, si në Shqipnit, ka bo me kone edhe pjesë e përfaqësuesës Kosovës, e kombëtarës Kosovës, ma sakt, se kujton këtë kohë dhe çfarë ndjeni ata përfaqësosh fanellën e vendit tënë. Ka qenë shumë interesant, se di cili vit ka qenë, kemi qenë ka lujt, se repsacionin atë kohë nuk ishte drejt me lujt. Ishte mduk nëse zgaboj me 28 nëntor, po se di sakt cilën vit, ishte në stadionin e Prishtinës, lunë të repsacioni Kosovës kundër repsacionit gazetarëve. Edhe unë kam qenë pjesë e repsacionit gazetarëve në atë kohë pa të qetë kurse arrej Milajm Krasniqi. Unë kam qenë në atë kohë lejtari ti preferum, sepse na beke gjithmonë ai shumicën e ndeshje me komentu, dhe më thonë, edhe në është pe aty, dhe më thonë është ka qenë ajo që unë kisha thonë kom dolin pa, dikun
për një 6 vite kam qenë pjesë e reprezentacionit Kosovës. Mos harrojmë se të jesh pjesë e reprezentacionit Kosovës ose të reprezentacionit një shteti është kulmi i një karriere të futbollistit. Do të thonë që është ndjenja më e mirë, po është edhe përgjegjësia më e madhe. Do të thotë që është ndjenje e mirë është edhe përgjegjësia e madhe, sepse ti e përfason shtetin tënd, edhe mos harrojmë se ti je pjesë e reprezentacionit të Kosovës, i bie që ti je ojka e futbollit kosovar. Do të thonë atë kohë kam qenë pjesë e reprezentacionit të Kosovës, që unë mendoj që është fat, është privilegj, është nder, është përgjegjësi, është gjitha. Do të thonë ajo prapë them është kulmi i një karriere të futbollistit që të veshësh fanellën e shtetit tonë të përfasosh Kosovën. Si kujton ato kohë, domethënë organizimin, tash dihet që niveli është këtë tjetër, edhe të moshat jena më mirë se te ekipa e parë. Fezojnë. Të tregoj diçka shumë interesant ka qenë kur ka qenë loja kundër Arabisë Saudite. Është dosht, ne kemi ditë që ka më luajë loja, po media nuk është hop shumë sepse gjithmonë Serbia na bllokonte. Edhe në atë kohë ka qenë shumë ndryshe se sa që është sot, se sot unë jam pjesë e përfaqësuesës Kosovës te U18, dhe di kushtet shumë janë ndryshe, sot janë kushtet perfekt për dallim nga atëherë. Edhe kështu e kallëzu një detaj shumë interesant. Ne u thujmë me aeroplan, po disa çonta mungojnë. Edhe pjesa e çontave që mungojnë ishte uniforma e jona për reprezentacion, gjë që s'kishim uniforma krejt, ishte me lujt 2 ngjyra, edhe s'kishim asasi e leka, domethënë se metën në Prishtinë, qa me bu, për foti ishte koha e nxehtë, domethënë një skuadër lunte me majica tjetra skuadër lakuriq. Domethënë se s'kishim kushte, po ishte dëshira shumë e madhe, domethënë ishte këto kushtet ishin para ndeshjes me Arabinë Saudite. Domethënë ishte ndeshja në Turki, edhe në Ankara ka qenë. Edhe ka qenë, po domethënë nuk i shikonim ne kushtet, sa ishte dëshira, ishte më e madhe vullneti se sa kushtet e vështira që i kishim, se ne akoma s'ishim pranu, ndërsa sot është krejt diçka tjetër. Domethënë sot gjitha kushtet i kanë, sepse Kosova është shumë më ndryshe se sa që ka qenë përpara. Po ka qenë një ndeshja, është hera e parë që kemi luajtur ne si shtet kundër një shteti tjetër. Edhe po për fat mirë. Hiç shqipnin, do të thonë po për fat mirë, edhe patëm fituar në ndeshje. Edhe unë nuk e harroj kur ka qenë vetëm se s'kemi luajtur kundër Brazilit, mas 2 viteve ka qenë, po në momentin e fundit Serbia na pengon, sepse Brazili lëpte kundërshtar. Edhe unë kam qenë, nëse s'gaboj, ka qenë viti 2009, nëse s'gaboj sigurt. Domethënë ndeshja veç ish konfirmu, po mediat e bënën pak të madhe, dhe më thonë edhe ajo ndeshje u anë kundër Brazilit, sepse Brazili nuk gjente kundërshtar shtet, se kom harru për çka ka qenë, o përgatit ke Brazili, për një garë, mandej është anullu në momentin e fundit. Mase përmenet e Kosova U18 jeni një staf i shkëlqyshëm, ato qysh po kalen edhe sajni të kënaqur me numrin e talentave që i kena. Mas pari duhet me falenderu kryetarin e federatës që na ka mundësu të jemi pjesë e reprezentacionit, më thonë përzgjedhjes të futbollistëve. Na jemi një staf që aty një staf shumë, kisha më thonë shumë profesional, më thonë ka qenë, tash nuk është më pjesë e jona, Sami Sërmoxha ka qenë krye trajneri, Alban Dragusha, une, Sheremet Jusufi edhe Flamur Neziri. Më thonë një pesë që kisha thonë që është shumë, kisha më thonë që është shumë profesioniste. A ka talenta unë mendoj që ka, po ndoshta te këta futbollistat e ri unë mendoj që vetë duhet me pas pak durim më shumë se sa që kanë që tashti. Po munojmë me punu që mi nxjerrim pak këta talenta që i kemi, sepse kemi unë mendoj shumë, po ç'a duhet, normalisht na duhet shumë punë. Ne shkojmë çdo javë, jemi që tash 5 trajnera i përcjellin gjithmonë çdo javë. Spaku ka 5 herë një skuadër për cilën. Domethënë se cilin nga ne shkojnë e për cilën, jemi 5 edhe kemi qenë të organizuar, domethënë kur ishin 5 trajnera, se cili e për cilët e ka një ndeshje që mos na ik asnjë detaj, domethënë i asnjë futbollisti. Erdin karrierën si trajner e ke filluar te Vjosa, pastaj Dardona e Kamenicës.
Po, edhe pastaj edhe te Vjosa te Vllaznia. Që shikojton këta hapat e parë dhe si erdhe deri te vendimi me fillu zëjen e trajnerit. A ma ndryshe, trenera lejtar. Është shumë interesant. Fitoria si trener dhe fitoria si lejtar dallon shumë. Sepse si lejtar e prek, domethënë çdo duel, çdo gjithçka. Si trener nuk është që e nin shumë, e nin sepse ti mvarresh prej tjerëve. Po si futbollist jeti mrena ato që e prek, çto është dallimi shumë i madh që ndoshta sot do mungon çaja fitoria e një futbollisti. Nuk është që nuk e përjeton si trajner, po si futbollist mrena nin gjithçka domethënë. Si jashtë je i mvarur. Kisha më thonë jashtë sikur je sikon PlayStation, domethënë ti strategjinë e bën gjitha, po prap nuk varet nga ti, domethënë nga ata që janë mrena. E si futbollist që tu dallon pej trajnerit, domethënë që kjo pjesa e futbollit që mungon me lejtar trajnerësh që tu te fitoret. Po ndoshta pse s'm ka mungu shumë futbolli pe që e kom lënë sepse ka qenë domethënë qeshor kur unë që kom përfundu karrierën edhe direkt shtator kom fillu si trajner te Dardona e Kamenicës. Kemi qenë ligën e dytë edhe normalisht që s'kum pas eksperiencë si trajner. Po kemi arrit që me përfundu në venin e dytë, në tonë pozicës stabilare, Ulpiana ka qenë e para, vetëm një humbje kemi pas, edhe ato kundër Ulpianës edhe na ka qitë venin e dytë, po ashtu kemi lujt i bike veni dytë barazh ligës dytë me ligën e parë, gjë që nëpërmjet barazhit na i kemi hin ligën e parë me Dardona. Sezoni i parë, suksesi si trajner. Edhe shumë interesant që tu të thash se nuk u cek këtu, domethënë jam ndoshta pak lejtor që gjitha barazhet i kam fitu. Domethënë ne kam me Vllaznimin një barazh, me Dritën 2 barazhe, edhe me Ferizojin 4 buhen. Edhe kom si trener me Dardonën, domethënë barazhi i 5. Na e kena këto lojë të barazhit edhe çush është ky sistemi ka me pas gjithë çush janë këto lojë të barazhit. A është tensioni shumë më i lartë? Se na edhe se për me lujt për trofe nashta. Që kështu të bu krahasim, një finale humbun barazh me një me të kupës. Por një finale e kupës me një barazh unë mendoj se dallimi shumë i madh, sepse barazhi është o jetë o vdekje. Domethënë fiton një ose ngjitesh manal ose je çato. Nëse humb, domethënë ti moralisht bjen, edhe unë mendoj që shumë është më e rëndësishme një për futbollistin, për futbollistin personalisht është një finale e kupës, po për klubin është më shumë e rëndësishme një barazh, sepse nuk ti për shembull finalen e kupës e lun nuk e fiton edhe prap je çato. Atë te barazhi më nuk merr pjesë në vitin tjetër në gorat e njëjta. Domethënë që këto është ai dallimi, edhe presioni është shumë është i madh, është shumë interesant sepse në barazh çdo gabim, domethënë kushton edhe është problem me rikuperu. Veç është shumë interesante ndeshja e barazhit para që ka qenë mes Dritës dhe Flamurtarit, na e barazojna minutën e 95, domethënë korneri me Taulant Halitin. Po domethënë ka qenë korneri i fundit mu ekzekutu, ishim duke humb 1-0. Ndoshta fillun shumica, kam qenë kapiten atko, fillun shumica e lejtarëve Dritës veç me qajt ishin, kisha me thonë 10 minutat e fundit, e kam pas një bindje që na e barazojnë që lojnë non stop duke i full, hajde se barazojnë, shumë e kam pas një bindje që e barazojnë gjo që edhe patëm barazu edhe patëm met pjesë e Superligës pra. Tash jetë e Flamurtare, të një klub tjetër i madh, klubi i lagjës tonë, na e dojmë Flamurtarin si na arrit me Flamurtarin, e dim që pozita është e vështirë këtë sezon, pe ardhës tonë janë vret disa rezultate pozitive dhe në gjitje, sa beson që keni me arrit me qëndru në ligën e parë? Ka qenë shumë e vështirë me marrë mas pari Flamurtarin që të kohë, sepse unë mendoj ndoshta kur nuk ka qenë ma vështirë pe fillimit të formimit Flamurtarit se sa që tash nuk ka qenë. Po nga njerë neve trenerat që të sfidat na bojnë ma të fort, po edhe me qenë ka njerë trener dush me pas edhe fatë se më vare qëfar skuadrë po të ofruat. Edhe e kum hezitu realisht në fillim, po me ndimen e disa meqve kështë adhonë e pranova, sepse kom di që është shumë vështirë, mas 7 ndeshjeve, 7 humbje është shumë vështirë, sepse kam qenë edhe futbolist edhe e di që ona psiqike është poshtë, vetë besimi është poshtë,
Po e kom përcjell flamërtorin, edhe kom po që mrena skuadrës ka lojtar shumë cilësor, edhe ju kom besu që atyne, nështë që është arsyeja ma shumë edhe pse kom marrë flamërtorin, qa është dosh, fillim është dosh, vish ka ona psiqike kësha me thonë me punu, edhe ka ona vetë besimi, sepse po që ta futbolista kanë qenë pjesë ma herët e ligës parë kësha me thonë. Edhe unë mene që ai ka qenë ndryshimi, dhe më thonë vish të ona psiqike, edhe unë mene që kemi bërë rezultatet mira, edhe pritet me bërë rezultatet mira, vetëm tash të shikojmë mrapa inshallah, po shpresoj nuk po kemi probleme financiare, sepse flamërtari po e ka lënë krizën më të madhe prej formimit të tij. Erden, edhe pse je të flamërtari në ligën e parë, po besoj që një sy e ki edhe ka Superliga. Që shpesha sezonin Superligën e Kosovës, edhe cilat skuadra ishen është favorite për titull apo? Si vjetë unë menej që Superliga ka ma pak rivalitet se so vitin 2 vitet e fundit, ose 3 vitet e fundit, kësha me thonë, sepse Drita unë menej që është skuadra që këtë vit vish e kondorën e vetë titullin, varë vish pej vetit se si e menaxhon që pjesën e dytë sezonit, po shpresoj një Prishtinë me po shumë më të fortë, sepse unë mendoj që e meriton Prishtina, shpesh e thëmë në Prishtina është lajm kur hup edhe jo kur fiton. Më thonë sepse gjithmonë e shohim Prishtinën si rivalin kryesor, sepse unë kam qenë pjesë e shumë klubeve të Kosovës dhe gjithmonë qëllimi i secillit klub ka qenë që na me mujt Prishtinën. Më thonë, ka qenë një farë gëzimi shumë i madh kur e ke mujt Prishtinën se sa kur e ke mujt për shembull vendin e parë. Edhe nëse s'ka qenë Prishtina vendin e parë. Domthonë, sikur me mujt i kampionin. Dhe këtu ndoshta Prishtina unë mendoj që ka çat problemin më të madhin sepse çdo kundërshtar kundër Prishtinës e jap gjithmonë maksimum. Edhe ndoshta po tash te pjesa e titullit unë mendoj se Drita është, sepse nuk është Ballkoni që ka formën e mirë apo Prishtina që në formën e mirë. Domthonë këtu është e shoh Dritën për shkak të këtyne Malisheva apo pëlqen se neve na pëlqen Malisheva gjithmonë. Malisheva unë mendoj që me ardhjen e bekimit ka ndryshuar shumë futboll. Ka lojtar shumë të ri dhe kanë shumë energji, domethënë, po nashta qa mundet me penalizu Malishevën është sikur neve që thashë më herët me Hajvalin, domethënë mos eksperjenca dhe e tradita, unë mendoj që ka me qenë pak pengesë për Malishevën, se mos të harrojmë se përgjësia tash është më e madhe, nëse vitin e kalum ka qenë surpriza, tash ndryshe kundërshtarët dhe të shohin, domethënë nuk çojnë mosi një skuadër befasues ose një skuadër e rangut, më thonë Matull, po të marrin tash sikur favorit edhe ka me pas shumë, çtu ka me pas unë mendoj që problemin Malisheva. Te këto skuadra tjera, Mbietesa është, unë mendoj që veç Feronikli, thuja se është e kot pa mundur në me qenë pjesë e Superligë, po si vjet për dallim pe viteve tjera, unë mendoj që funi i tabelës ka më qenë shumë më interesant se sa puna gara për titull. Lojtar që të pëlqejnë aktualisht në Superligë, ndaj mbrojtëse, ndaj Soshora, ndaj Sulmusit, pëlqen për shtypje. Që menon që edhe mund me pas karrierë evropiane pasi ta shpeshum që ma let po dalin se në kurën tane që shteti me më rri deri në Shqipni dhe në kur që konë një dit me u thu është po nështë ta kisha me cik që ta është masivi që përmenat Malisheva i ka 2 që unë menoj që janë edhe pjesë e reprezentacionit Kosovës të Unis të Nisha që është Hazrulla edhe Bruti, dhe më thonë që vi që kanë dëshmu, po ta është në varët edhe ka njerë futbolli është pak edhe fat, so ki edhe fat, po nështë ta që kam potencial janë këta 2, po për ma lejtor pak ma me eksperiencë, kisha me thonë është Thoqi që unë e kom pos, gjithmonë e kom përkra dhe menej që nështë ta ndër lejtor që ka boj edhe ka jep shumë për futbollin kosovar është Armen Thoqi, më thonë që është pjesë e Gjilonit dhe pse s'kom pos që me shku në Gilan, po ja, përbëj e thash me hajgore këto, dhe më thonë është aj, për ta tjertë, tash për momentin nuk është që po mbjen mend në një që është që ka dolin pa këtu, po është e mira se në futbollin e Kosovës gjithmonë çdo vit kemi një lojtar 3 ose 2 që dolin. Kështu që kjo është ajo e mira që në këtë futbollin e Kosovës është. Erden edhe për fund një për futbollin evropian. Për shumë Ligën e Kampionëve me një sistem të ri edhe në mesin e neve gazetarëve dhe njerëzve që mirë me sportin, po na u duket një format më interesant se për shumë një Manchester City që rrezikon
me hinë atë pjesën e play-offit, një Liverpool që s'ka hup kur. Kush menon që është favorit këtë sezon me fitu Ligën e Kampionëve ose qysh po duket futbolli evropian këtë sezon? Shumë me që the ti mirë, me që të formatin shumë ka ndryshu futbolli evropian. E kemi po një Manchester City që vite fundit o konë shumë shumë, kisha më thonë, një ndër skondë kryesore pretendente për Champions League, po këtë vit, sikur Guardiola nga gjitha ato vite që s'ka pas humbje, këtë vit po i bën gjitha, po e mbush ato me humbje. Nështë një Liverpool që është, unë menoj që prapë është surpriza e këtij edicioni, se pas heqjes, pas largimin Klopp, domethënë, është prit që Liverpooli të bie, por realisht Liverpooli veç është ngritë ka moj çat far pjesën. Është shumë vështirë te kjo pjesë, apo veç e di një gjë që për shembull Guardiola kur e ka hub finalen me Manchester City, domethënë ka zhvillu futboll, po nuk e ka fitu finalen, ndërsa herën e dytë që e fitoi finalen, domethënë nuk është që ka zhvillu futboll, po është lut realisht ato skuadra finalen e Champions League-s, e cilat luajnë me fitu, e fitojnë jo për me futboll për sy të bukur. Unë mendoj po tash më varet sepse tash çdo gjë vazhdimsi është Realin finalen pjesën e parë. Po gjithçka, domethënë ato skuadra të cilat luajnë në finale për me fitu, që janë shumë konkrete, po besoj që ato e morën që tha dhe Lavda, domethënë një pjesë të parë shumë ndryshe, një pjesë dy shumë ndryshe. Po prap këto skuadrat që janë me traditë, unë mendoj që kanë me qenë prap pjesë e aty në katërshës të finaleve. Thuna Lemën. Kisha me thonë Barcelona ç'po duket si vetë. Barcelona është shumë interesant, është ka shumë mosilime, është shumë problem me jep një farë vlerësimi për ta, një menim për ta, sepse fiton ndeshjet që ti realisht nuk pret, ndërsa e hub një ndeshje se ka shumë vështirësi në kampionat. Ajo skuadër e cila ka unë mendoj mbrojtjen ma kompakte, sepse sot futbolli modern është këtë fokusi është e mbrojtja. Domethënë tash më varet a është po prap Manchester City në e shoh tu te finalja, Liverpooli nashta po prap është Reali në fund që s'munësh me thonë që s'është pjesë kryesore e Champions League. Sigur ja ka marr dorën ja ka marr ka. Edhem, faleminderit shumë që ishe pjesë e podcastit tonë, ke kënaqësi me fol me ty. Të presim edhe herave tjera. Lov, faleminderit shumë për ftesën, edhe po të them kështu thëm publikisht se jenë ndër por gazetar për që në kom fillu karierën edhe me ditë që është gazetaria, kisha me thonë këtë harfuar me jetë ti që sot, pavarësisht që i ri me mosh, po me punë, me je shumë, do më thonë, u bu kohë e gjatë edhe me shumë kënaqësi erdha, edhe tash edhe para misionit dhe pranova ftesën, sepse këto kohëve të fundit, unë nuk është që po dalë shumë pjesë e televizionit, sepse po besoj që është ma mirë, mos me dalë, sepse ose sa me thonë diçka që nuk ja vlen. Erdhëm faleminderit. Shikues të nderuar, i erdhi fundi podcastit Arena Yjev, na pa harruar mi përmend sponsorët tanë që janë brendi automjeteve nga Korea e Jugut, KGM Sanyon Kosova, Pro Transport dhe Buqa Solar. Ju falenderojmë dhe shihemi në javën e ardhshme.